Malësia e madhe, një nga trevat më të lashta dhe më krenare të Shqipërisë, ka qenë për shekuj simboli i lirisë, i qëndresës dhe i besës. Në këtë tokë të ashpër malore, ku jeta është ndërtuar mbi sakrificë, punë të rëndë dhe nder, pushteti huaj dhe tirania e brendshme kanë hasur gjithmonë në kundërshtim. Por asnjë pushtet nuk do ta godiste malësinë e madhe me aq egërsi dhe këmbgulje sa regjimi komunist shqiptar pas vitit 1944. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Shqipëria ra nën kontrollin e një regjimi totalitar që synonte të kontrollonte çdo aspekt të jetës njerëzore. Ky regjim nuk kërkonte bindje, por nënshtrim absolut. Çdo mendim ndryshe, çdo traditë e trashëguar dhe çdo formë besimi që nuk buronte nga ideologjia marksiste-leniniste shpallej armike. Në këtë kuadër, malësia e madhe u pasi një trup i huaj brenda shtetit të ri komunist, një krahin që duhej thyer, friksuar dhe nënshtruar me forcë. Malësorët ishin rritur me frymën e lirisë dhe vetvendosjes. Për ta, arma nuk ishte simbol dhune, por mbrojtjeje. Fjala e dhënë kishte vlerë më të madhe se çdo ligj i shkruar, dhe besimi fetar ishte pjesë e pandar e identitetit. Kjo mënyrë jetese binte ndesh drejt për drejt me projektin e regjimit komunist, i cili synonte uniformizimin e shoqërisë dhe shkatrimin e çdo autoriteti tradicional. Që në muajt e parë pas marrjes së pushtetit, regjimi filloi goditjen sistematike. Fillimisht u kërkua dorëzimi i armëve. Më pas u shpall lufta kundër reaksionit dhe armiqve të popullit, terma të paqartë që përfshinin çdo që nuk i bindjej verbërisht pushtetit. Në malësinë e madhe, këta terma u shndruan në dënime kolektive. Në vitet 1944-1945, rezistenca antikomuniste mori formë të hapur. Burra të zakonshëm, prijës fismor dhe ish luftëtar u organizuan për të mbrojtur shtëpitë dhe familjet e tyre. Kjo nuk ishte një luftë për pushtet, por për mbijetesë dhe dinjitet. Figura më e njohur e kësaj qendrese ishte Prek Cali, prijësi i Kelmendit, njeri i fjalës së dhënë dhe i besës, që kishte luftuar kundër pushtuesve të huaj dhe refuzonte t'i nënshtrohej një pushteti që e shihte si tradhti ndaj Shqipërisë. Regjimi reagoi me forcë brutale. Në dimrin e vitit 1945, forcat e ndjekjes dhe njësitë ushtarake hynë në zonën e Kelmendit me urdhër të qartë për ta thyer rezistencën me çdo mjet. Fshatra të tëra u rrethuan, burrat u nxorën nga shtëpitë, u lidhën dhe u grumbulluan në sheshe. Shumë prej tyre u pushkatuan pa gjyq, pa akuza dhe pa mundësi mbrojtjeje. Trupat e tyre shpesh liheshin të pavarrosur, si paralajmërim për të tjerët. Dhuna nuk u ndal me kaq. Shtëpitë u dogjen, pasuritë u konfiskuan dhe bagëtitë u grabitën. Familje të tëra mbetën në mes të dimrit pa bukë dhe pa stre. Gratë dhe fëmijët u detyruan të shikonin ekzekutimet, jo rastësisht, por si pjesë e një terrori të menduar për të shkatëruar shpirtin e rezistencës. Në mars të vitit 1945, Prek Cali u arrestua dhe u dërgua në Shkodër. Gjyqi i tij ishte një farsë politike, me vendim të paracaktuar. Ai u dënua me vdekje dhe u pushkatua së bashku me burra të tjerë të malësisë. Regjimi besonte se me vdekjen e tij do të thyej malësia, por figura e Prek Calit u shndrua në simbol të martirizimit dhe të qëndresës së pamposhtur. Pas Kelmendit, terrori u përhap në gjithë malësinë e madhe. Në Hot, Grud, Kastrat, Shkrel dhe Koplik u kryen arrestime masive. Shpesh mjaftonte një denoncim, një fjalë thënë gabim ose një lidhje familjare për t'u shpallur armik i popullit. Burrat u dënuan me vite të gjata burgimi, shumë prej tyre u dërguan në kampet e punës së detyruar, ku puna çnjerëzore, uria dhe sëmundjet u morën jetën qindra të burgosurve. Familjet e tyre u internuan, gra, pleq dhe fëmijë u ngarkuan në kamion dhe u dërguan në Myzeqe, Tepelen dhe zona të tjera të Shqipërisë së Jugut. Jetonin në baraka, në survejim të vazhdueshëm, pa të drejtë arsimimi dhe pa shpresë për një jetë normale.
Fëmijët u rritën me damkën e armikut, të ndëshkuar për fajra që nuk i kishin kryer kurrë. Një nga goditjet më të rënda ishte ajo ndaj kishës katolike. Priftërinj dhe fretër u arrestuan, u torturuan dhe u pushkatuan. Kishat u mbyllën, besimi u ndalua dhe çdo shenjë feje u konsiderua krim. Me këtë, regjimi synonte të shkatronte jo vetëm rezistencën fizike, por edhe shpirtërore të malësisë së madhe. Por dekada me radhë, këto krime u mbuluan nga heshtja. Frika ishte arma më e fortë e diktaturës. Familjet nuk guxonin të flisnin, varret shpesh nuk ekzistonin dhe e vërteta mbijetoi vetëm në kujtesën e atyre që e përjetuan. Pas vitit 1991, me rënien e komunizmit, e vërteta filloi të dalë në dritë, por drejtësia mbeti e cunguar. Shumë krime nuk u hetuan kurrë dhe shumë autor nuk u mbajtën përgjegjës. Viktimat mbetën pa zë dhe pa dëmshpërblim moral. Në këtë fazë të dhunës, regjimi nuk u mjaftua vetëm me arrestime dhe ekzekutime sporadike, por organizoi një operacion të mirëfillt ushtarak kundër malësisë së madhe. Me syma e forcave komuniste, u planifikua me kujdes dhe u drejtua nga strukturat të rregullta të ushtrisë dhe sigurimit të shtetit, të mbështetura nga milicia lokale dhe informator. Qëllimi ishte i qartë: rrethimi, izolimi dhe asgjësimi i çdo bërthame rezistence. Forcat komuniste hyn nga disa drejtime njëkohësisht, duke shfrytzuar shtigje malore dhe rrugë të njohura mirë nga njerëz të zonës që tashmë kishin kaluar në shërbim të regjimit. Rrethimi u shtrëngua fshat më fshat, u pren lidhjet mes krahinave, u kontrolluan kalimet dhe u vendosën poste të armatosura për të mos lejuar asnjë lëvizje. Malësorët u gjendën të izoluar, të rrethuar nga një armik që njihte terrenin po aq mirë sa ata. Në përballje të drejtë për drejta, rezistenca ishte e pabarabartë. Malësorët kishin armë të pakta, municion të kufizuar dhe asnjë mbështetje të jashtme. Megjithatë, për disa javë, ata arritën të mbajnë pozicione dhe të zbramsin sulme, duke shfrytzuar terrenin malor dhe njohjen e zonës. Por presioni ishte i pandërprer. Forcat komuniste sillnin përforcime, ndërsa rezistenca dobësohej dita ditës. Në këtë situatë, filluan të shfaqeshin edhe tradhtitë. Njerëz të thyer nga frika, nga premtimet për falje apo nga kërcënimet ndaj familjeve të tyre, u detyruan të bashkëpunonin me pushtetin. Disa treguan shtigjet sekrete, të tjerë identifikuan prisit e rezistencës, ndërsa disa shërbyen si ndërmjetës për të nxjerrë malësorët nga strehimet e tyre. Këto tradhti patën pasoja fatale dhe përshpejtuan shkatrimin e qendresës. Me rrethimin gjithnjë më të ngushtë, shumë luftëtarë u detyruan të tërhiqeshin drejt zonave më të thella malore ose të kalonin kufirin. Largimi nuk ishte dorëzim, por përpjekje për mbijetesë. Megjithatë, kufijt ishin të survejuar dhe kalimet tepër të rrezikshme. Shumë u kapën gjatë tërheqjes, të tjerë u vranë në përleshje, ndërsa disa u zhdukën pa lënë gjurmë. Pas shuarjes të rezistencës armatosur, regjimi kaloi në fazën e dytë të ndëshkimit, dënimin kolektiv. Fshatra të tëra u shpallën bashkëpunëtore të armikut. Dëshkimi nuk kishte me objektiv luftëtarët, por popullsinë civile. Kjo ishte goditja përfundimtare, që synonte të zhdukte çdo mendim për kryengritje në të ardhmen. Masakra komuniste në malësinë e madhe mbetet një plagë e hapur në ndërgjegjen kombëtare shqiptare. Ky rrëfim nuk është vetëm histori, por dëshmi e një lufte të pabarabartë mes një regjimi totalitar dhe një populli që kërkonte të jetonte i lirë. Është një thirrje për kujtesë, për drejtësi dhe për nderimin e atyre që u flijuan për lirinë dhe dinitetin njerëzor, sepse një komb që harron të shkuarën e tij rrezikon ta përjetojë atë sërish.